sepse nuk ka të bëjë as pak me përzierjen elektorale apo fushat politike, por janë projekt vendime të cilat prekin drejt për së drejti qytetarët shkodran. Prekin qytetin e Shkodrës. Duhet ketë një reagim qytetar me qëndrimin e tyre këtu në vendin e Këshillit për të votuar projekt vendime si ato që kanë të bëjnë me administrimin e plazhit të Lipojës. Vjeron 400.000 lekë me vleshje zone dhe çadra në një kohë që 400 milion për me vleshje zone dhe çadra në një kohë që plazhet publike po i shmërrojnë me pagesë pra për qytetarët. Atëherë, është e vërtetë që ajo... Të lutem të marrojnë fjalën zoja Shkajla, dhe të veçantë. Atëherë, t'u nis për fakti, po fuqizojmë sot biostrajcen, po i ndruheme, po i ndru subjekt, po i ndru asigja, na po na vin projekt vendime për me marrë vendime të rëndësishme në lidhje me buxhetin e saj. Kjo për plazhet publike, atë pjesë që metet për privatit për mi këty, që quhen plazhe publike, po ajo pjesë e privatit nuk ka marrë plazh publik, sa plazh me pagesë, ashtu si ju keni menduar dhe si e keni sjellë në projekt vendime. Po i kalojmë biostrajc aktivitetet artistike, gjë që nuk është normale, menaxhimin e aktiviteteve artistike. Po i kalojmë biostrajc turizmin tentar, që ra dhënien edhe tregtinë e këtyre shfaqjeve koncerteve. Sigur Bashkia Shkodër nuk ka më asnjë drejtori tjetër, vetëm biostrajca, apo ashtu si keni vendosur me quajt me Shkodrin anë të i hek emrin muzeut ose asaj që përdoret të sa vjetë ose kuka. Tu nis për këtij fakti, tu nis për fakti tjetër që ne po kërkojmë sot një fond emergjence, një fond i cili është për kushtet për shpalljen fatkeqësia natyrore. Na sot nuk jena në kushtet e emergjencave civile, nuk jena në fatkeqësi natyrore, pra nuk kena të shpallur një fatkeqësi natyrore, ku po kërkojmë me miratu një fond për 220 milion lekë të vjetra, dhe në bazë të kodit zgjedhor, të nenit 91, 4 muaj përpara zgjedhjeve nuk lejohet një gjë e tillë. Nuk lejohet një gjë e tillë të nis për faktit sepse ne jena sot në një fushatë elektorale dhe nuk mund të miratojmë diçka që të përdoret në fushatë elektorale. T'u nis për projekt vendimeve që na kanë ardhur qoftë edhe për tavanet buxhetore, apo për miratimin e këtyre tavaneve buxhetore, apo raportin e vlerësimit dhe parashikimit për 2026 dhe 2028, raportet e cilet nuk na mohojnë relacionet e drejtorive përkatëse dhe janë shumë jashtë afateve të lejuara të cilat ata dash marrë qysh mars, na nuk e shohin vetin pateric e këtij Këshillit Bashkiak. Prandaj me keqardhje nuk mund banja pjesë e këtij votimi. Faleminderit. Po kjo do të pranë në ditë. Randin e ditë për atëherë. Okej, randin e ditë për ato pika deri aty. Dhe sot nuk mund të jena bateric e pjesë tjetër. Garancia që do të ajë të marrë këtë lëçërim. Jo futu randin e ditë. Ju mund të shërbeni kujdo. Po jo lejohet të Shkodrës me drejtë. Atëherë na shërben vetëm qytetarëve të Shkodrës, zoti kryetar. Na i shërben vetëm qytetarëve të Shkodrës dhe për kujt tjetër. Na i kemi shkruar me shumë vëmendje pikë për pikë dhe nuk mund të jena pjesë e bateric Nëse ke dëshkërvendime nuk e ndërtore. Atëherë, sa për këtë projekt vendime që ju citoj, lutem mos disinformoni të pak qytetarët e Shkodrës. Shkodrën dhe sa vite dhe sa të praktikën edhe njerë. Kërkojmë pa praktikë, kërkojmë bashkisë. Ja, praktikë Shkodrën. Serioziteti për zonë të dorë bashkisë na nuk e Shfrytëzoni për të debatuar dhe për të miratuar. Jo, sa tutem. Shfrytëzoni mundësinë për të debatuar dhe për të votuar në